Mendoj që nga dakordësia midis shumicës politike dhe pakicës politike, opozita i ka heqë një mundësi të stigmatizimit shumicës politike. Pra, vetë kryeministri Rama, në një lloj pikpamje, nuk i ka pas pritur këtë dakordësi të opozitës. Sepse nëse mbani mend, para se të ndodhte kjo, gjithmonë në një seancë të fundit të parlamentit u stigmatizua opozita si një zërat e së cilës ngriheshin në institucionet e takimet ndërkombëtare duke penalizuar vendin sipas shumicës. Mirpo, miratimi i kësaj rezolute, e cila nuk është se ka ndonjë vlerë në kuptimin procedurial të fjalës, por shpreh një vullnet politik dhe garanton një nga ato 5 pikat që janë kushte për dakordsinë politike, respektimin e pluralizmit politik dhe krijimin e një standardi të përfaqësimit dhe debatit politik në institucionalizmin politik të vendit. Prandaj, në këtë këndvështrim mendoj që është një përfitim dy palësh. Nga ana tjetër, është një triumf i ndërgjegjes që lidhet me atë çka e tham edhe më parë. Procesi i integrimit të Shqipërisë në këtë fazë aktualisht njeh një intensitet në pikpamjen dhe raportin kohor, që do të thotë po ndodh më shpejt nga sa mund ta kishte menduar klasa jonë politike. Por kjo ndodh për shkak të faktorit të tretë. Faktori i tretë është faktori ndërkombëtar dhe nuk janë standardet e Shqipërisë, se nuk është se i ka ndryshuar standardet Shqipëria. Nuk është se ka ndryshuar madje në 2-3 pika në sektorin e korrupsionit, abuzivizmit dhe kryesisht në marrëdhënien e institucionalizmit me krimin, ne nuk e kemi fituar betejën. Përkundrazi, në pikat caktuara ne kemi përkeqësime. Por unë e them përsëri, për arsye dhe të një konteksti gjeopolitik, për arsye të një interesi europian, për një arsye sepse sikundër ju e dini, ka një investim të aktorëve shtetëror të Ballkanit Perëndimor për rikthimin e episodeve kur ne konsideronim dhe bota e konsideron dhe Ballkanin fuqi baruti.